Në politikën shqiptare nuk ka më dyshime. Edi Rama është një lider që nuk bashkëpunon, ai vetëm përdor dhe flak. Nga Ben Blushi te Ditmir Bushati, nga Sajmir Tahiri te Erben Ahmetaj, nga Gramoz Druçi te Erion Veliaj. Lista e bashkëpunëtorëve të goditur është më e gjatë se ajo atyre që kanë mbetur pranë tij. Tani radha është Erion Veliaj. Dikur i shpallur si trashëgimtari politik, djali i preferuar, shpresa urbane e rilindjes, alter egoja e Ramës, sot është kthyer në një armik të braktisur. Hija e të cilit po pastrohet zyrë më zyrë, shofer më shofer, përmes një ndërhyrje kirurgjikale nga kryeministri që si gjithmonë ka vendosur të shpëtoj veten duke sakrifikuar çdo njeri që i ka shërbyer. Nënkryetaria e komanduar prej tij në Bashkinë e Tiranës po bën çfarë i thuhet. S'pak po vepron aty ku i është lënë liri të veproj, por urdhri ka ardhur nga më lart. Veliaj duhet të fshihet nga harta, e jo për drejtësi, por për llogari politike. Kjo është metoda e Edi Ramës. Ai nuk ka bashkëpunëtor, ka vetëm viktima. Dhe çdo njeri që e ka ngritur zërin, ka marrë popularitet ose ka pasur kontroll në territor, është eliminuar, me dosje, me akuza, me heshtje ose me harres. Në këtë vend nuk sundon më një forcë politike, por një njeri që ha njerëzit e vet, sa herë pushteti i kërkon gjak dhe më pas kërkon të na e shes si drejtësi.